Në Korçë mbyll edicioni i radhës i konkursit Gjua Ime, aktivitet që zhvillohet në kuadër të muajit të alfabetit shqip dhe organizohet nga Këshilli i Qarkut Korçë. Pas garës mes 3 ekipeve finaliste, titullin e fituesit e mori ekipi i shkollës Sevasti Qiriazi, i cili u veçua për njohuri dhe përgatitjen e tij. Kryetari i Këshillit të Qarkut, Petrika Tollkuçi, vlerësoi punën e nxënësve, ndërsa kryetarja e juris, profesoresha e asociuar, Jonela Spao, theksoi rëndësinë e këtij formati në edukimin gjuhësor dhe kulturor të të rinjve. Ishte një aktivitet me të vërtetë jashtëzakonshëm, një ndërveprim, një sinergji ndërmjet fëmijëve të klasave të 5-ta të shkollave të Qarkut të Korçës. Ishte vërtet diçka fantastike, ku ne pamë se fëmijët treguan vlerat e jashtëzakonshme në pjesën e zotërimit të gjuhës shqipe. Të gjithë mendojmë se si do ta trashëgojmë këtë pasuri të jashtëzakonshme që ne kemi trashëgim nga të parët, që është gjuha të cilën po flasim, shqipja jon, kaq e bukur dhe kaq e lashtë, kështu që këta fëmijë sot më së miri demonstruan që mësuesit e tyre, prindërit e tyre, gjithë brezat e kanë bërë me sukses trashëgimin në brezat e kësaj gjuhe dhe këta janë një siguri që do ta vazhdojnë ta tejçojnë në brezat e ardhshëm me sukses. Ishte një befasi që në momentin kur mora aftesën për të qenë anëtare juris, e mora me shumë dëshirë sepse gjithnjë ka menduar që për gjuhën sado që të bësh asnjëherë nuk bën mjaftueshëm. Kuptohet që kur bëhet fjalë për një konkurs ku pjesëmarrës janë fëmijët, gjëja bëhet më ndjeshme, më delikate, sepse fëmia preket më lehtë, do që gjithmonë të siguroj fitoren. Po ata ishin aq mirë sa unë do doja që nëse kishte një çmim të parë t'ja u jepnja të gjithëve. Më bëri përshtypje formimi i fëmijëve, drejtshkrimi i saktë, shpejtësia me të cilën i përgjigje, mendimi i formuar që është shumë e rëndësishme në fëmijë të moshës kaq të vogël, dhe them që këto mësuese kanë punuar shumë mirë me këta fëmijë dhe jam krenare që pjesa më e madhe e mësueseve që kishin drejtuar ta fëmijë ishin studentët tanë. Kam dhënë një kënaqësi dyfish të madhe. Finalja u zhvillua në formën e një spektakli edukativ, kur performancat artistike me këngë, valle dhe numra muzikor sollën një atmosferë festive. Konkursi u zhndrua kështu në një homazh të veçantë për gjuhën shqipe dhe traditën kulturore, duke ofruar nxënësit me vlerat e saj në një mënyrë argëtuese dhe krijuese.